Ju përshëndes të gjithë dhe mirë se erdhët në Money Report. Unë jam Genta Dobra, bashkë do t'jemi në vijim për të parë zhvillimet më të rëndësishme të ditës, si gjithnjë një njohës së pari me lajmet për te ekonomisë. Nesër Kuvendi do të votojë për ngritjen e 2 komisioneve të posaçme parlamentare, ati për reformën zgjedhore dhe për reformën administrative territoriale. Konferenca kryetarëve të grupeve parlamentare futi në agjendën e Kuvendit 2 kërkesat e deputetëve socialist. Komisioni zgjedhorës do të ketë barazë anëtarësh, mazhorancë opozit dhe drejtim nga 2 bashkëkryetarë, ndërsa Komisioni i Reformës Territoriale do të drejtohet nga Partia Socialiste. Të 2 komisionet propozohen të ketë mandat 9 mujor. Partia Socialiste i kërkon kolegjit zgjedhor miratimin e afateve të propozuara nga KQZ për zgjedhjet e pjesëshme vendore në 5 bashki të vendit. Socialistët janë tërhequr ndërkohë nga kërkesa për afatet në Bashkinë e Tiranës për shkak të një vendim pezullimi që ka dhënë gjykata kushtetuese. Të njëjtën përfundon afati i caktuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për regjistrimin e partive. Në 21 tetor është afati i fundit për koalicionet dhe në datë 24 ai për regjistrimin e kandidatëve për kryetar bashkie. Hamas dorëzoi mbrëm edhe trupat e pajet të 3 pengjeve, por Izraeli njoftoi se nuk do të hapë pikën kufitare të Rafah nëse nuk dorëzohen të gjitha pengjet. Por presidenti amerikan thotë se Hamas do të çarmatoset me çdo kusht. Donald Trump paralajmëron nëse grupi militant palestines nuk e bën vetë, do ta bëjnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Deklarata erdhi pas paralajmërimeve izraelite për kufizim të kalimit të ndihmave humanitare në Rafah me arsyetimin se Hamas nuk ka respektuar armëpushimin. Do të shojmë tani me gjërësi zhvillimet që vijnë nga ekonomia. Zgjerohen sipërmarrjet e reja në vend. Më shumë se 1400 subjekte të reja janë regjistruar pranë qendrës kombëtare të biznesit vetëm për gjatë muajit shtator, çka sinjalizon edhe një klimë pozitive të bërit biznes në vend. Vijojnë të mbizotrojnë bizneset tradicionale, kryesisht sipërmarrje që lidhen me shërbimet dhe tregtinë. Ndjeki material. Shtohet numri i bizneseve që operojnë në Shqipëri. Statistikat e Qendrës Kombëtare të Bizneseve tregojnë se vetëm gjatë muajit shtator janë hapur mbi 1400 subjekte të reja. Kjo tregon se ekonomia shqiptare është e qëndrueshme dhe ka krijuar më shumë besim për nisjen e aktiviteteve, jo vetëm nga shqiptarët, por edhe të huajt. Ndërkohë që përmes ndryshimeve ligjore të ndërmarrës së fundmi, rezulton se janë lehtësuar apo janë eliminuar një sër tarifash për aplikim që paguheshin më herët nga biznesi. Ndërkohë në 3 muajt e fundit për gjatë periudhës korrik shtator, rezulton se në vend janë hapur mbi 4000 subjekte të reja, të cilat tashmë operojnë në ekonomi. Numri më i lartë i aktiviteteve të bizneseve përqendrohet në nëngrupin tregti, riparimi i automjeteve, ndjekur më pas nga akomodimi dhe shërbimi ushqimor, industria përpunuese, transporti dhe ndërtimi. Struktura ekonomike e sipërmarrjeve shqiptare është e orientuar drejt sektorit të shërbimeve, i cili përfaqëson 86% të ndërmarrjeve në total. Nga të dhënat konfirmohet se sipërmarrja shqiptare dominohet nga bizneset e vogla në mbi 85%, të cilat kanë nga 1 deri në 4 të punësuar. Biznesi i vogël siguron në këtë mënyrë edhe numrin më të madh të personave të punësuar në vend. Sipas qarqeve, Tirana mbetet me numrin më të lartë të bizneseve, e ndjekur nga Durrësi, Elbasani dhe Vlora, ndërkohë nga të dhënat zyrtare të publikuara nga Qendra Kombëtare e Biznesit gjatë vitit 2024 në vend rezultojnë se janë regjistruar në total mbi 17500 subjekte të reja. 33.6 miliard lek më tepër rezultojnë se janë arkëtuar në arkën e shtetit për gjatë 9 muajve të këtij viti, duke çuar totalin e të ardhurave në 562 miliard lek. Nga të dhënat që paraqitet Ministria e Financave, vërehet një rritje e të ardhurave të grumbulluara nga tatimi për pagat dhe konsumi përmes tatimit mbi vlerën e shtuar, ndërkohë vërehet një rritje edhe në skemën e kontributeve shoqërore.
Buxheti I shtetit ka mbledhur më shumë të ardhura gjatë këtij viti, sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Financave, rezulton se për periudhën janar-shtator, të ardhurat arritën në 562.5 miliard lek. Vëret se treguesit buxhetor tregojnë një ecuri pozitive në drejtim të ardhurave në krahasim me shpenzimet, duke krijuar tepritje buxhetore më tepër se pritshmëritë. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, u mlodhën në rreth 33.6 miliard lek ose 6.4% më shumë. Ndikim më të madh duket se kanë dhënë të ardhurat nga tatimi mbi të ardhurat personale, të cilat arritën në 63.1 miliard lek ose 26.7% më shumë nëse e krahasojmë me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Kjo lidhet direkt me rritjen e pagave të ndërmarra në vend, sidomos në administratën publike, e cila mban nivelin më të lartë. Një tjetër zë I rëndësishëm për mbledhjen e të ardhurave në buxhet rezulton edhe TVSH-ja, nga e cila të ardhurat u realizuan në masën 50.4 miliard lek, ose 17.2% më shumë se e njëjta periudhë e vitit të kaluar. Kjo konfirmon se në vend ka pasur më shumë konsum, e lidhur direkt me fluksin e turistëve, por edhe me shtimin e shpenzimeve nga vetë qytetarët. Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Financave, në 9 muajt e këtij viti ka pasur edhe një përmirësim të ndjeshëm të ardhurave nga sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, të cilat rezultojnë 12.3% më shumë se e njëjta periudhë e vitit të kaluar. Rritja e kontributeve është një element I rëndësishëm për rishikimin e skemës së pensioneve në vend. Miq të ABC News, takohemi në Sport Center për lajmet më të fundit dhe ngjarjet më të rëndësishme sportive.
ndiqni Money Report, do të shohim së bashku të tjera zhvillime. Punimet për riparimin e autostradës nga Vora në Durrës do të rinisin dhe do të kryhen gjatë natës nga ora 23 deri në orën 6 të mëngjesit për të shmangur bllokimet gjatë ditës. Puna do zgjas rreth 2 javë dhe do ndikojë në disa segmente të autostradës. Autoriteti rrugor shqiptar u bën thirrje drejtuesve të përdorin rrugën alternative Vor-Maminas, 4 rrugët e Shijakut Durrës për të shmangur edhe trafikun. Punimet për riparimin e autostradës nga Vora në Durrës do të rinisin sërish, pas problemeve që u krijua me trafikun. Autoriteti rrugor shqiptar ka vendosur që punimet mos të realizohen gjatë ditës, por do të ndërhyet gjatë orëve të natës në fashën orare 23 deri në orën 6 të mëngjesit. Kjo situatë vjen pasi për shkak të punimeve në autostradën nga Vora në Durrës u krijua një trafik kilometrik dhe drejtuesit e mjeteve qëndruan të bllokuar për orë të tëra në radhët kilometrike. Punimet për riparimin total të këtij aksi pritet të zgjasin të paktën 2 javë, pasi në çdo segment që do të ndërhyet për riparimin e asfaltit, punimet do zgjasin 1 deri në 2 ditë. Përkatësisht, do të ketë bllokim në akset Vor-Maminas, Maminas-Sukth, Sukth-Flak, Flak mbi kalimi i Shkozetit, mbi kalimi i Shkozetit Ura e Dajlane. Autoriteti rrugor shqiptar i bën thirrje drejtuesve që të përdorin rrugën alternative Vor-Maminas, 4 rrugët e Shijakut Durrës. Të ndalemi tani tek tema e ditës, do të flasim edhe një herë në lidhje me bizneset e reja që janë çelur edhe gjatë kësaj periudhe, vihet re një shtim i tyre veçanërisht edhe gjatë muajve të verës, biznese që orientohen kryesisht siç ka ndodhur tradicionalisht tek dekurësorë që lidhen me shërbimin dhe tregtinë. Po pse orientohen dhe ndjekin shqiptarët, po themi, vetëm këto sektor për të zhvilluar edhe sipërmarrjet e reja, sa i favorshëm është edhe mjedisi të bërit biznes në vend dhe sa përqafon idetë e reja të biznesit. Të gjitha këto çështje kam kënaqësinë që të diskutoj me zotin Rezar Klaj, ekspert për sipërmarrjet. Mirë se erdhat në Money Report. Shëndetje Keda, mirë se të gjeta. Besoj ndoqët edhe shifrat nga ana e Qendrës Kombëtare të Biznesit. Kemi një rritje të bizneseve të reja të çelura, po duket se i kemi të kanalizuar siç ndodh tradicionalisht pranë tek shërbimet dhe tregtia. Vazhdon të jetë i njëjti trend, e lidhim këtë me ecurinë e turizmit edhe përgjatë këtyre viteve? Keda, vazhdon të jetë i njëjti trend, deri diku pjesa e kombinimit të njëjtave shërbime ka bërë që të shumëfishohet po ai lloj biznesi, duke qëndruar akoma larg nga inovacionet dhe bizneset e reja. Biznesi shqiptar akoma, le të themi, kopjojnë njëri tjetrin duke parë ecurinë e disa bizneseve dhe ndonjëherë nga mungesa fantazisë dhe ndonjëherë nga dëshira për të bërë një biznes pak më të sigurt, në modele tashmë të zhvilluara dhe të provuara, bizneset shqiptare po multiplikohen duke kopjuar apo duke imituar njëri tjetrin, më shumë se sa duke sjell inovacion dhe duke sjell element të ri të biznesit. Lidhet kjo dhe me mungesën e informacionit, nuk shohin ato që ndodh realisht edhe në treg, edhe për te kufive, po themi, çfarë mund të ishte një ide inovatore që mund të zhvillohej në vendin tonë? Ka disa element. Një prej tyre unë do thoja që ka të bëjë me për hapësirën që në Shqipëri mungon bursa dhe kvotimi në bursë i bizneseve, që do thotë investimet kryesisht janë individuale ose përmes 1 apo 2 miqve dhe është shumë e vështirë që të fillojnë biznese të reja, të cilat shpeshherë kërkojnë kapitale të mëdha, sidomos për qenë rajonale, dhe Shqipëria akoma është mbrapa nga pikpamja e legjislacionit të venture capitals, crowdfunding, dhe bën pak më të vështirë në aventurën e madhe që është për të hyrë në bizneset me inovacione të mëdha, ku ndonjëherë kërkojnë edhe fonde të mëdha dhe shpeshherë këto fonde krijohen apo mblidhen nga grupet e investimeve, nga angels investor dhe nga element të tjerë. Kjo është vetëm një prej arsyeve. Në arsyet e tjera janë një treg i vogël, zakonisht inovacionet ndodhin në tregje pak më të mëdha apo në tregje të ndërlidhura. Pra, nëse Shqipëria do ishte pjesë e Bashkimit Evropian dhe do ta kishte më të lehtë hapjet e filialeve, shkëmbimin e produkteve dhe ideve. Duket se ka një përpjekje të shtuar edhe nga ana e qeverisë për të mbështetur idetë inovatore, veçanërisht ato që orientohen tek teknologjia. Është kjo një lloj shtyse
për të nxitur çeljen e sipërmarrjeve të reja në këtë sektor, po themi, ka potencial për të zhvilluar? Asnjëherë nuk është mjaftueshëm, megjithatë disa hapa janë bërë të rëndësishëm në këtë fushë dhe është gjë shumë e mirë që qeveria i ka mbështetur dhe vazhdon të mbështesë. Normalisht duhet edhe më tepër dhe duhet bashkëpunim më shumë me biznesin privat dhe sidomos me ato që quhen angels investor apo me sipërmarrës të sprovuar që kanë fonde për të alokuar dhe një bashkëpunim midis të dyjave do ishte shumë i mirë sepse do ishin vetë këto sipërmarrës që do ta mentoronin një biznes të ri më shumë se sa thjesht ministrit për të ndarë fonde. Unë do kisha qenë edhe më partizan që shteti jo vetëm të ndante donacione, jo vetëm ndante grante, pra jo vetëm të dhuronte para, po të ishte bashkaksioner të disa prej këtyre kompanive, duke shkëmbyer buxhetin që i ofron këtyre kompanive me aksione në këto, ose të kalonte përmes një pale tretë, e cila do t'i menaxhonte këto aksione të shtetit. Në këtë mënyrë do ishte një trend më i madh për të qenë më inovativ dhe për të mbajtur përgjegjësi për ato para që merr një biznes privat për të zhvilluar një aplikacion apo për të ecur më përpara në teknologji. Nuk besoj shteti vetëm duke dhuruar para do ecin në hapat e duhur ku pritet që kemi një zhvillimet më të mëdha. Dhe rikthehemi sërish tek tema parë, për sa kohë nuk kemi biznese të investuara në mënyrë të mirë filltazi për teknologjinë, do vazhdojmë të kemi shtim të bizneseve që le të themi kopjojnë një biznes tradicional siç janë shërbime, bare, restorante, hoteleri, markete apo baresh, njësi të tjera të vogla. Markete, pra ato që janë convenience, pra ato që quhen lehtësitë e përditshme të konsumatorit. Pa i sjellë një inovacion shumë të madh kësaj fushë. Kush janë sektorë të tjerë veç këtyre tradicional që ne diskutuam që ka një lloj potenciali për zhvilluar më tej bizneset, krah edhe teknologjisë që t'jedhe edhe më herët? Përveç teknologjisë, unë mendoj se jemi akoma herët në fazat e franchising, pra të retail distribution përmes një sistemi dhe standardeve, pa u kaluar vetëm tek bizneset tradicionale. Ne vetëm shumë pak kompani tradicionale kemi që kanë shpërndar franchiset e tyre, për ta shpjeguar me fjalë tjera është që kanë hapur dijenin për biznesin e tyre dhe kanë preferuar që atë brand, atë emër, atë sistem, atë imazh ta shpërndajnë kudo përmes një sistemi tyre edhe tek individ tjerë që nisin sipërmarrjen, por e nisin përmes disa rregullave të caktuar, pra le të themi hapin të njëjtin model në qytete të ndryshme, të cilën nuk e hap vetë kompania, por e hapin individ të ndryshëm duke marrë hua, le të themi, ose përmes një tarife të vogël, sistemin e tyre, emrin e tyre, produktet e tyre, brandin e tyre. Te pjesa e franchising ne jemi akoma shumë në hapat e parë, ndërkohë që në Europë është një sistem shumë i zhvilluar dhe e bën një sipërmarrës më të sigurt dhe më kombëtok për të krijuar edhe disiplinën financiare, por edhe të ardhurat mjaftueshme pa rrezikuar shumë. Shumë kompani globale po përdorin inteligjencën artificiale, zhvillimin e hofshëm të teknologjisë për të rritur fitimet. Si përgjaset biznesi shqiptar ndaj këtyre fenomeneve? Akoma jemi shumë në hapat e parë, jemi vetëm në formulimin e disa tabelave dhe disa elementve shumë vegjël. Akoma shikojmë që bizneset shqiptare nuk e kanë përqafuar pjesën e inteligjencës artificiale mjaftueshëm, që të video creation, që akoma nuk është në nivelet e duhura, dhe pastaj të përpunimit dënave nga departamentet financiare dhe më pak ndoshta nga departamentet e marketingut. Kjo nuk ka ndodhur se kanë një frikë, por duke pasur gjithmonë mbi ngarkesë, pra xhiro të vogël, mbi ngarkesë stafit, janë fokusuar në pjesën e mbijetesës dhe nuk kanë hapësirë të madhe, sepse edhe inteligjenca artificiale nuk është vetëm një klikim, por është të punosh përdit me të mësosh, të japësh dhënat dhe të dish se çfarë ti kërkosh. Pra do disa persona brenda kompanisë që të trajnohen, përqendruar në zhvillimin e inteligjencës artificiale, ndërkohë që ne pjesën më të madhe e kemi nga 2 deri në 5 punojës bizneset. Pra bizneset dhe njësi të vogla. Mirë, zoti Laju, falenderoj shumë që ishit sot me mua në Money Report për diskutuar edhe trendin dhe çeljen e bizneseve të reja. Falenderoj. Shikues të nderuar, kemi ardhur kështu në fund të Money Report edhe për sot. Të tjera zhvillime ndiqni duke klikuar në faqen tonë zyrtare abcnews.al, po ashtu informoni në kohë reale në valët e radios në frekuencën 105 FM. Faleminderit shumë për vëmendjen, unë ju lë takim nesër në ora 14.